Vetëm mikrofoni. Mund të flasim tani? Okej. Jemi okej? Atëherë, në trajnimin e sotëm të menaxhimit të burimeve njerëzore. Ne prezantimin fillestar e kisha përcaktuar, kështu që pak a shumë e bëm edhe u njohëm me njëri tjetrin për pjesën që ishin ndoshta më të shtrëvjedhur dhe nuk ishin emocione për të bërë prezantimin. Atëherë, e lidh pak me prejardhjen e menaxhimit të burimeve njerëzore. Normalisht që në Shqipëri mund të quhet personi përgjegjës së burimeve njerëzore më përpara si një shef e kuadri apo shef e personeli. Domethënë, nëse do pyesim ndoshta prindrit tanë, do thonë një person që merret vetëm me pjesën e personelit, paga, bordero dhe këto detaje. Por menaxhimi i burimeve njerëzore normalisht që ka fillesat në SBA në vitet 80 dhe shoqërohet me punën e shkrimtarëve si Tiki dhe Bir në vitet 82-85. Normalisht ata në ditët e sotme e kanë shumë herë më të zhvilluar se ç'mund të kemi ne në kompaninë shqiptare. Për disa përfaqësojnë një qasje ndryshe ndaj menaxhimit të njerëzve. Shumë organizata angleze përqafuan shpejt të zhvillim dhe shumë departamente u zhvilluan brenda natës së departamentit të burimeve njerëzore. Nënpunësit e personelit që quheshin në atë kohë u shndërruan në nënpunës ose menaxher të burimeve njerëzore. Ishte edhe trendi, domethënë për ta përqafuar me një herë. Ata që janë përfshirë në menaxhimin e njerëzve duket se kanë qenë më pak të shqetësuar për titullin dhe më tepër janë interesuar për praktikat, efektet dhe çfarë do sillte ky si risi. Po çfarë është menaxhimi i burimeve njerëzore? HRM, që ndoshta edhe mund ta njihni, HR management, përfaqëson menaxhimin e burimeve njerëzore, i referohet qasjes për menaxhimin e njerëzve në një organizat duke u fokusuar rekrutimin, menaxhimin dhe drejtimin e tyre. Dhe si qëllim normalisht ka që të maksimizojë performancën e punonjësve dhe harmonizojë atë me qëllimet e organizatës. Dhe në thelb, burimet njerëzore janë ura lidhëse midis objektivave të kompanisë dhe të personelit. Domethënë është ai personi që ruan balancat midis të dyve, domethënë duke mos e thënë jo asnjërit as tjetrit, pavarësisht mendimit të vet, duhet shumë punë më pas që ndoshta menaxheri i burimeve njerëzore të ndikojë në një nga këto palët, kryesisht në drejtimin, sepse shumë detaj dhe shumë rregulla dhe procedura dhe vendime vijnë nga lart dhe më pas transmetohen te punonjësit. Kush janë disa nga proceset e punës së burimeve njerëzore? Kemi rekrutimi dhe përzgjedhja, që është pjesa më e rëndësishme sepse ti ke të bësh me persona që do marrësh në kompani, kështu që ka rëndësinë e vet, trajnimi dhe zhvillimi i këtyre personave, po dhe stafit që është aktualisht në marrëdhënie pune, menaxhimi i performancës, sepse secili nga personat që rekrutohet normalisht do të di se si do vijojë performanca e tij se si po performon në mënyrë që të përmirësojë të performancën nëse do që të zhvillohet më tej. Marrëdhëniet e punonjësve janë shumë të rëndësishme, marrëdhënia e punës, por gjithashtu dhe zgjidhja e konflikteve dhe shumë problematikave që ta punonjës kanë. Kemi çështjet ligjore, çdo gjë që bëhet, rregulla, procedura, masë disiplinore, gjithçka që bëhet duhet të jetë në përputhje me legjislacionin, por edhe në përputhje me rregulloren e brendshme të një kompanie që referohesh, në mënyrë që edhe personat të jenë në fund të ditës të qartë për ato çka duhet të zbatojnë. Kemi kompensimi dhe përfitimet është ndoshta më e rëndësishme, tu përfshihet edhe paga e punonjësve, por edhe përfitimet të tjera dhe shpërblime që mund të kenë sipas kompanive, sepse secila ka ato detajet edhe paketën e përfitimeve të vetën. Shëndeti dhe mirëqenia
Kjo ka rëndësinë e vet, nëse një punonjës nuk është mirë nga ana shëndetësore, normalisht dhe performanca e tij në punë nuk do të jetë në nivelet që ne kërkojmë. Në proceset e burimeve njerëzore, i kemi të sqaruara edhe në detaj në slajdin që kemi shfaqur momentalisht, domethënë rekrutimi dhe onboarding, trajnim zhvillimi, menaxhimi i performancës, marrëdhëniet me punonjësit, kompensimi dhe përfitimet, shëndeti, mirëqenia, çështje ligjore e të tjera. Nuk e di cila nga proceset ju duket ju ndoshta më interesant apo më i rëndësishëm, trajnimi dhe zhvillimi, ndoshta edhe nga hoteleria. Edhe një herë emri? Jonata, ty kush të duket? Trajnimi dhe zhvillimi. Okej. Jo rekrutimi. Do të thonë nëse ne çdojmë në rekrutim, janë pak a shumë edhe zinxhir me njëra tjetrën, por që edhe pjesa e trajnimit është shumë e rëndësishme, se mund të marrësh një person i cili është shumë i përgatitur, por duhet ta përshtatësh me kompaninë. Domethënë ky duhet të jetë fit me kompaninë dhe në këtë mënyrë ti duhet ta trajnosh me vizionin, misionin e kompanisë, me gjitha mënyrën se si funksionon kompania. Dhe në përfundim, nuk e di sa dakord jeni që burimet njerëzore janë zemra e një organizate. Përtej detyrave administrative, është e vërtetë që shumicën e kohës burimet njerëzore kanë letra në përduar dhe kanë shumë punë administrative që i zë shumicën e kohës. Por është një partner që i shtyn bizneset drejt objektivave të tyre. Nga kultivimi i talentit, te ruajtja e kulturës, nga nxitja e inovacionit deri te sigurimi i pajtueshmërisë. Është ngjitës që mban të bashkuar një organizat. Pra, herën tjetër që mendoni për HR-in apo burimet njerëzore, mbani mend se nuk është vetëm një departament, por një forcë shtytëse pas suksesit të një organizate. Nuk e di sa dakord jeni me këtë pjesë, cila nga proceset e burimeve njerëzore ju pëlqen më shumë, edhe a është përqafuar në kompaninë tuaj ky pozicion i specialistit të burimeve njerëzore? Do doja mendimin tuaj, të shohim edhe grupin tjetër, nëse grupi tjetër që është online. Nëse ka persona që mund të na japin mendimin. Po. Okej. Klaudia, në hotelin ku ju punoni, keni një person? Sa po ka nisur? Okej, vajzat e tjera, nuk e di nëse ka dikush që do t'japi një mendim? Nuk po. Nuk po shohim feedback. Okej, po është e vërtetë që shumë kompani, por ende nuk e kanë përqafuar si pozicion specialistin apo personin përgjegjës për personelin, siç mund ta quajnë, dhe ende nuk e kanë të qartë se çfarë bën ky person. Unë nuk e di, domethënë në mendimin tuaj, çfarë do të bëjë një specialist i burimeve njerëzore në një kompani?
Okej. Berisa, nuk e di, Berisa punon te aeroporti, ndoshta struktura aty e burime njerëzore është më e gjerë. Po. Berisa, më dëgjon? Po, më falë se kisha pak. Okej. Po, më thuaj, më falë. Atëherë, është përqafuar ky pozicion në kompanisë të aeroportit patjetër, sepse ato janë standard ndoshta edhe për kompanitë e tjera apo jo? Patjetër, sepse aty është një staf shumë i madh dhe duhet patjetër të menaxhohet. Okej, ju si e shihni një specialist të burimeve njerëzore? Urdhro? Si e shihni ju një specialist të burimeve njerëzore? Domethënë personin që duhet zgjidhë gjitha hallet që ju keni apo i drejtoheni menaxherit përpara? Jo, ne kemi një hierarki, ne kemi një supervizor, supervizori dytë menaxher ka drejtor. Pastaj drejtori kalon tek burimet njerëzore. Dhe në cilat raste ju shkoni vetë te burimet njerëzore? Në rastet që ne nuk gjejmë një zgjidhje tek drejtuesi. Sa po përmendam, po. Okej. Dikush tjetër ka ndonjë mendim? Ja, nuk shumë të turpshëm sot. Okej. Mirë, do doja që edhe të rini mendimet me njëri tjetrin në mënyrë për të kuptuar, duke qenë se secili prej jush vjen nga një kompani tjetër, nga industri tjetër, por për të kuptuar edhe zhvillimin që ka marrë në ditët e sotme burimet njerëzore. Atëherë, struktura e departamentit të burimeve njerëzore, siç edhe vajza që kemi këtu tha, në një kompani ndërtimi, personi drejtuesi e ka ndarë këtë pozicion me persona të tjerë. Edhe kjo është një lloj strukture, por jo një strukturë funksionale e këtij departamenti. Ndërkohë, struktura funksionale është më e zgjeruar dhe përfshin të gjitha proceset e punës të burimeve njerëzore, ku secili është i fokusuar në një nga proceset. Domethënë, kemi një menaxher departamenti dhe kemi persona të cilët janë të fokusuar në një proces pune, një për rekrutimin, për zgjedhjen, një person tjetër për trajnimin dhe zhvillimin, e kështu me radhë. Kemi llojet e disa strukturave të cilat mund të jenë funksionale për departamentin e burimeve njerëzore. E shihni apo jo? Më falë. Kam për pjesën tjetër. E shihni slajdin apo jo? Jo, po atë pak më parë nuk dalloj. Para kësaj. Okej. Ktu tani e shihni? Po, shihet. Strukturat? Kjo nuk dallohet pak. Është me shkronja të vogla. Po, nëse brenda mundësive mund të zmadhoj pak. Ja, më fal pak. Të shohim edhe një herë slajdin. Shifni këtu. Të shohim shumë qartë. Okej. Më duket se tani e shihni apo jo? Po. Po, është më mirë. Okej, edhe kemi një prezantim ose një le të themi koment se çfarë është struktura organizative. Është sistemi që kompanitë përdorin për të organizuar njerëzit, për ndërtuar grafik, domethënë organizational chart që ndoshta quhet në disa kompani, dhe për të përcaktuar se si punonësit përshtaten brenda një organizate. Ekipi juaj i burimeve njerëzore, në varësi të madhësisë edhe të kompanisë dhe faktorëve të tjerë, ju do të keni një strukturë organizative që pasqyron organizatën më të madhe dhe i përshtatet nevojave tuaja specifike. Përpara se të zhyteni në struktura specifike të raportimit organizativ HR, doja t'i ndaja llojet e përbashkëta të strukturës organizative. Departamentet e HR-s luajnë një rol brenda një organizate dhe rolet e HR-it në nivelin menaxherial dhe drejtorit bashkëveprojnë me shkallën më të lartë drejtuese që janë CEO, CFO apo commercial të kompanisë.
Struktura e departamentit varet nga madhësia e kompanisë që ju jeni, industrisë dhe shpejtësia e ndryshimit brenda industrisë tuaj. Pavarësisht nga madhësia e organizatës në nivel shumë bazë, mënyra më efektive e organizimit të strukturës së një ekipi HR është të keni individ ose ekipe që secili specializohet në funksione kryesore të burimeve njerëzore. Pra është ajo që thash që secili të ketë një lloj fokusi në mënyrë që të japi më shumë rezultat. Kjo është idealja për një person që drejton departamentin e burimeve njerëzore. Kështu, për shembull, një person ose ekip që përqendrohet në trajnimin dhe zhvillimin, një tjetër që përqendrohet te pagat për fitimet, një që përqendrohet te vlerësimi i performancës dhe sipas mundësisë, domethënë të kompanisë. Mund të ketë sipas madhësisë së kompanisë edhe bashkimi dy roleve, domethënë compensation benefit dhe payroll, por janë në njëjta gjë ose menaxher rekrutimi dhe zhvillimi që bën dhe pjesë në rekrutimin dhe trajnimin dhe zhvillimin. Këto janë struktura funksionale, nuk është se janë struktura të cilat nuk japin rezultat. Struktura që nuk japin rezultat mund të jenë strukturat për shembull që një rol të burimeve njerëzore i kalon një inxhinieri, i kalon një person i cili nuk ka specializimin për atë. Ndërkohë, edhe nëse i kalon një menaxher, në rastin tuaj një menaxher i hoteli, kjo e ndihmon menaxherin që të zhvillohet më shumë në aspektin e menaxhimit të njerëzve. Është pozitive, normalisht, por që fokusi nuk mund ta ketë tek të gjithë elementët e kompanisë, sepse do ketë vetëm tek njerëzit e vet. Një strukturë tjetër është struktura e sheshtë dhe matrica. Ti kalojmë strukturat që ti shihni edhe ju. Kemi strukturën e parë, të cilën e sqaruam, është struktura funksionale. Dhe ka, në krye është vendosur zëvendës menaxheri i burimeve njerëzore, por normalisht në raste ku kemi një zëvendës që ka stafin në varësi, ka një shif human resources në krye që raporton. Dhe pozicionet e tjera të cilat janë të përcaktuar në strukturë funksionale, kemi drejtorin e compensation dhe benefit, kemi drejtorin e rekrutimit, drejtorin e burimeve njerëzore, kemi drejtorin për sa i takon kompensimit dhe shpërblimeve, dhe secili prej tyre ka staf specialist në varësi. Por normalisht kjo është për kompanitë të cilat kanë shumë punonjës, ndoshta mbi 1000 punonjës. Janë strukturat të cilat japin rezultat. Ndërkohë, struktura e sheshtë, në diferencë nga struktura funksionale, që kemi shumë persona të cilat janë në varësi dhe raportojnë, që ka vështirësinë e vet, struktura e sheshtë është një person që ka në varësi të gjithë pjesën e stafit të burimeve njerëzore, domethënë nga rekrutimi, nga trajnimi, nga zhvillimi, ka dhe një HR manager ose deputy HR manager. Të gjithë mund të jenë në varësi të këtij personi që drejton departamentin apo zëvendës në rastin konkret që është në këtë figurë. Edhe kjo ka benefitet e veta. Benefitet janë konkretisht në pjesën e raportimit. Domethënë, kur ke shumë persona që do raportosh, duhet një lloj organizimi shumë i mirë i punës në mënyrë që të kesh rezultate, mos kesh probleme. Në një strukturë të sheshtë, ti e di që do raportosh drejt për drejt tek drejtuesi i departamentit. Kjo është më thjesht për ty, nëse je në pozicionin recruiter, compensation benefit apo pozicione të tjera, por është një ngarkesë për drejtuesin e departamentit. Vështirësia. Fani pak të pranojmë edhe Lori që na u bashkua. Përshëndetje Lori. Ndërkohë, një strukturë tjetër është matrica. Kemi rastet kur janë të ndarë drejtuesit e burimeve njerëzore në, le të themi, disa rajone të caktuar. Për shembull, kompanitë të cilat punojnë
Tiranë, Vlorë, Durrës, secili prej tyre ka një person përgjegjës për pjesën e burimeve njerëzore dhe stafi në varësi. Raportimi është drejtpërdrejt tek drejtuesi i departamentet. Pra, struktura matricë është një strukturë e kompanisë në cilat marrëdhëniet raportuese janë të ngritura si një matricë apo si një rrjet në vend se në hierarkinë tradicionale. Kjo është për menaxhimin e projektit kryesisht shumë e mirë në raste kur ti ke disa projekte ose ke disa filiale apo zona të caktuara, ke në Shqipëri, ke në Kosovë, ke në vende të tjera, normalisht ke një person kontakti për burime njerëzore dhe ai ka në varësi stafin sipas edhe zgjerimit që ka kompania. Një menaxher nuk mbikëqyr një ekip, por punojësit nga fusha të ndryshme raportojnë te një menaxher funksional. Kjo lloj strukture është e zakonshme për personat udhëheqësit apo drejtuesit e HR-it në terren ku ju jeni pjesë e një ekipi apo një projekti. Ndërkohë, kalojmë te pjesa tjetër sa punonjës duhet të kenë departamenti burime njerëzore, por nëse dikush nga jush do të dojë të na tregojë në lidhje me strukturën që ka në kompaninë aktuale. Kemi dikë që do tregoj? Gocat këtu? Pak a shumë Jonada foli për një strukturë, Klaude gjithashtu foli, ju keni sa po keni marrë një person të... Nuk e keni marrë ende? Po mendoni. Okej, që jeni, sa veta staf jeni? 200 veta dhe ende nuk ka një person që merret me burime njerëzore. Okej. Vajzat e tjera, nuk e di nëse ka dikush një mendim ose diçka që do të më flasë? Jo, nuk kemi. Okej, kalojmë. Sa punonjës duhet të kenë në departamentin e burimeve njerëzore? Kjo varet nga madhësia. Në rastin, flasim për një rast të hotelit tuaj. Sa mendon ti se duhet sa staf të burimeve njerëzore duhet të ketë në hotelin kutije? Okej. E shesht. Disa persona. Okej, po në total sa veta staf duhet të ketë ky departament në një kompani me 200 punonjës? Do të thonë varet nga numri i punonjësve apo nga madhësia e hotelit, numri i dhomave? Si mendon? Katër, 5 persona. Një rast, më the, ishte një kompani me 200 punonjës? Okej. Okej. Po. Okej. Sa staf ka në Tiranë? Të burime njerëzore. Po, sa punonjës janë? Mbi 400, 4 veta staf. Okej. Atëherë, ka disa faktorë që vendosin në lidhje me numrin e punonjësve që duhet të jenë pjesë e departamentit të burimeve njerëzore. Është madhësia e organizatës kompanisë, drejtimi ose persona drejtues të kompanisë, kjo është shumë e rëndësishme, do të thonë, por edhe pozicioni gjeografik, sepse ka të bëjë ndoshta edhe zhvillimi që ka kompania, mentaliteti dhe shumë detaje të tjera. Kompanitë mund të përdorin një raport, do të thonë idealja për mënyrën se si llogaritet numri i punonjësve të HR-it që duhet të jetë në një kompani është duke llogaritur, le të themi, 1.4 punonjës për 100 veta staf. Do të thonë, një punonjës e gjys për 100 punonjës kompanie. Dhe kemi në slajdin e radhës disa
formate ose në lidhje me kompanit, me bizneset e vogla, të mdhaja dhe më radhë. Në një kompani small business që ka 100 punonjës ose më pak se 100 punonjës, 3 veta staf në pjesë të departamentit të HR ishte shumë mirë. Kjo është idealja, po kemi edhe kompani të cilat kanë 100 punonjës apo më pak, që mund të kenë vetëm një person të burime njerëzore që përfshin edhe mbulon të gjitha proceset e punës. Dhe është e rëndësishme një HR specialist që ka të gjitha proceset e punës dhe recruiting coordinator ose recruiting specialist që mund të jetë pjesë e departamentit edhe të ndihmojë me pjesën e rekrutimit. Ndërkohë, kemi një mid-size business, domethënë një biznes, le të themi një madhësi ndoshta 100 deri në 900 punonjës. Në strukturën ideale janë 12 veta staf në departamentin e HR-it. Kjo, siç thash, janë ato 3 elementet e parë që janë shumë të rëndësishëm. Drejtimi, sepse ata vendosen se sa veta staf duhet keni në një kompani, numri i punonjësve dhe gjithashtu pozicioni gjeografik. Dhe kompanitë e mëdha në strukturën aktuale ku jemi, në një kompani me 1000 punonjës, mbi 1000 punonjës, janë 17 punonjës të departamentit të HR-it. Dhe është një strukturë shumë e zgjeruar. Në rastin e strukturave të cilat janë shumë të zgjeruara, është vështirësia në menaxhimin dhe duhet të ketë një lloj koordinimi shumë të mirë në mënyrë që puna të ecë. Dhe detyrat shumë të ndara. Nëse kemi duplikim detyrash, normalisht do ketë shumë vështirësi në ecurinë e punës dhe në performancën e punonjësve që janë në kompani. Atëherë, folëm pak, sa punonjës ka departamenti HR në kompaninë tuaj dhe a mendoni ju se janë mjaftueshëm? Do doja një përgjigje nga grupi që kemi në lidhje me këtë pyetje, nga gocat e tjera apo çunat që janë pjesë. Kemi dikë që do na flasi për kompaninë ku është aktualisht? Shohim pak, mos kemi ndonjë pyetje. Okej. Nuk kemi dikë që do të na flasi. Atëherë, rolet dhe funksionet në departamentin e burimeve njerëzore, shumë e rëndësishme, rolet e personave që janë pjesë e këtij departamenti. Nëse do ishit në departamentin e burimeve njerëzore, kush është, le të themi, funksioni që do doni të merrni? Ju vajzat këtu. Pjesa tjetër mund të shkruajt e çati nëse ka diçka ose ndonjë lloj sugjerimi. Në cilat funksione do të donit? Okej. Pjesa e trajnimit Okej. Klaudia, edhe ty pjesa e trajnimit të dukej. Okej. Okej. Kush janë rolet dhe funksionet në departamentin e burimeve njerëzore? Duke u nisur edhe nga kompania. Drejtori i burimeve njerëzore ose drejtuesi i departamentit të burimeve njerëzore. Çfarë bën i drejtuesi departamentit të burimeve njerëzore? Përveç se delegon punën sipas mendimit tuaj. Okej. Edhe keni të shkruar, okej. Por në mënyrë teorike, okej, ka një rol në punësimin e punonjësve të rinj, nxitjen e rritjes së punonjësve, menaxhimi i performancës, administrimin e pagave, përfitimin,
dhe sigurimi që ligjet dhe rregullat e punësimit të ndiqen. Si partner strategjik, drejtuesi i burimeve njerëzore ndihmon në krijimin dhe zbatimin e nismave që rrisin angazhimin e punonjësve dhe efektivitetin organizativ. Por realisht, çfarë bën një drejtues i departamentit të burimeve njerëzore sipas jush? Do doja të pyesja edhe dikë tjetër nga grupi, kush punonte në një kompani të madhe, Valbona më duket punonte në shtet, më dëgjon Valbona? Në Gjykatë, po, Do doja përshëndetje. të pyesja edhe ty, duke qenë se me gocat këtu po flasim më shumë, se kemi dhe Okej, në gjykatat faktikisht nuk kanë pas departament të burimeve njerëzore, vetëm vjet në 2023 është hap në të gjitha gjykatat departamenti i burimeve njerëzore, ku përbëhet nga shefi dhe një specialist burimesh njerëzore. Okej, shumë mirë. Është risi nëpër gjykata, se këtë rol e ka mbulu kancelari. Okej. Okej, pash një koment. Ndërkohë, çfarë bën drejtuesi? Në gjykata, drejtuesi i burimeve njerëzore, puna parë nga që është madh me dosjet e personelit, dhe nuk e di, edhe doja ta shtroja si pyetje, është detyrim ligjor që të përsëriten dokumentat një herë në vit? Se kështu. Jo, varet nga rregullat dhe rregulloren e brendshme që kanë ngritur në këto struktura. Dhe janë disa dokumenta që nxirren një herë në vit, mund të flas ndoshta për libreza shëndetësore që kanë një lloj vlefshmërie, mund të jetë edhe një raport. Raport i javë për punë, vërtetim gjykatet, vërtetim prokuriet, këto ne kërkojmë një herë. Përveç diplomave që i dorëzojmë një herë dhe... Me sa duket, ju keni në rregulloren tuaj të brendshme ripërsëritjen ose rinovimin e dokumentacionit një herë në vit. Nuk është detyrim ligjor, detyrim ligjor është që punonjësi në momentin që vjen dhe fillon punë në kompani, të ketë një listë dokumentash të përgatitura. Më pas, për shpeshtësinë e rinovimit të tyre, varet nga kompania. Kanë kompani që bëjnë edhe një background check çdo vit, dhe këtu përfshihet pjesa e rinovimit ose më saktë dorëzimi i dëshmisë penalitetit, dorëzimi i raportit mjekoligjor, por nëse ju në kompaninë tuaj nuk e di si funksionon në gjykatë, nëse ka një doktor, nuk ka nevojë që ti të dorëzosh një raport mjekoligjor, por mjeku i familjes marr kartelat e punonjësve në cilat i rinovon dhe jep detaje në lidhje me gjendjen e tyre shëndetësore. Në hoteleri, për shembull, është shumë e rëndësishme dhe detyruese të kesh libresën shëndetësore dhe raportin mjekoligjor. Libresa shëndetësore rinovohet çdo vit. Kjo është detyrim ligjor dhe ka penalitete në rastet kur stafi që ti ke nuk e rinovon këtë si libresë. Për raportin e thash që nëse ti ke një doktor kompanie, normalisht ke nevojë që ta rinovosh. Nëse ti nuk e ke një doktor, normalisht ose mjekun e kompanisë, ti duhet të bësh rinovimin e raportit mjekoligjor. Kemi dikë që jep disa trajnon zhvillimin e punonjësve të rinj, zbatimin e kodit të punës, detajet të ndryshme në administrimin e të punësuarve, paga, orare e punës, lejet e punës. Këto janë detyrat e drejtuesit të departamentit të burimeve njerëzore. Faktikisht, nuk do isha e mendimit që drejtuesi i departamentit të burimeve njerëzore merret me mbajtjen e dokumentave. Mbajtjen e dokumentacionit të personelit. Po sepse s'keni një person që është specialist i burimeve njerëzore. Nëse kompania ka një drejtues dhe një specialist, në rastin e Valbonës, është një drejtues departamentit dhe një specialist, nuk është detyra e drejtuesit të mbajë dosjet. Domethënë, drejtuesi në kompani të mëdha është personi që krijon ato strategjitë për
zhvillimin e departamentit të burimeve njerëzore. Dhe mbajtja e dosjeve nuk është pjesë e këtyre detyrave. Okej. Kozeta, më fal, Kozeta, do thoshe diçka? Kozeta? Pyetje, asistenti administrative? Jo, nuk e kuptoj. Është pjesë e burimeve njerëzore. Asistenti administrative nuk është pjesë e burimeve e departamentit të burimeve njerëzore, është pjesë e drejtimit, dosjet i mban asistentja. Okej, Kozeta, po keni një person që është përgjegjës për burimet njerëzore? Keni dhe një person dhe dosjet i mban asistentja. Okej. Nuk është detyrë e saj, por ndoshta ky personi është shumë i besueshëm në kompani. Kozeta? Personi që mban dosjet, s'ka shumë vite në kompani dhe është shumë i besueshëm, ndoshta. Okej, po. Sepse ka dhe raste të tilla që burimet njerëzore duhet mbajnë ndoshta një kontratë pune dhe faktikisht kontratat e punës nuk i mban burime njerëzore, po i mban dikush tjetër, asistentja ndoshta e një departamenti. Por këto nuk janë raste se si duhet funksionoj. Prandaj është e mira që një person i cili do të zhvillohet në burime njerëzore të ketë qartë se çfarë bën ky departament. Do të thonë çfarë detyrash do marrë përsipër dhe të jetë i përgatitur për këtë pjesë në mënyrë që mos të ketë persona që mund t'i shtojnë detyra që nuk i takojnë. Jo sepse ne nuk mund t'i bëjmë detyrat e tjera, për shembull menaxhimi i uniformave të stafit apo menaxhimi i kancelarive të tjera. Nuk është ideja që nuk mund të bëhen nga një person i burimeve njerëzore. Ideja është që ty të humbet fokusi në zhvillimin tënd si një HR manager apo në profilin që ti dëshiron të burimeve njerëzore. Dhe duke pasur të qartë se cilat janë rolet, ti do të dish të thuash ndonjëherë dhe jo, se nuk është gabim të thuash jo disa raste, sidomos nëse ke arritur një nivel zhvillimi profesional që ti e di se ku janë detyrat dhe përgjegjësitë tua. Dhe nëse bën diçka shtesë, kjo është sepse po i bën favor dikujt dhe t'ja bësh me dije që kjo është për menaxherin apo për një drejtues që ky është një favor që unë e bëj në këtë momente, por kjo nuk është pjesë e detyrave të mia. Drejtuesi. Tjetër kemi HR generalist që quhet apo specialisti i burimeve njerëzore. Ky është personi i cili mban të gjitha letrat, dokumentat e punonjësve. Por përveç saj, nëse një specialist i burimeve njerëzore ka përmbajtësin le të themi generalist, i bie që ky person mbulon dhe shumë procese të tjera të burimeve njerëzore, që përfshin punësimin, menaxhimin e performancës, marrëdhëniet me punonjësit, administratën, pagat dhe shumë procese që kjo kompani do që të zhvilloj në burimet njerëzore. Përveç specialistit kemi një pozicion tjetër, e cekëm pak edhe në slajdet e më përpara. Atëherë, pjesa për llogaritjes së pagave është pjesë e departamentit të burimeve njerëzore, nuk është pjesë e departamentit të financës. E bën financa në shumë kompani, e bën financa dhe pjesën e deklarimit të pagave, deklarimit të punonjësve, kalimin e pagës, transfertat e pagës, por si proces në një, le të themi, në një strukturë ideale apo funksionale, kjo është pjesë e departamentit të burimeve njerëzore, edhe për çështje konfidencialiteti, edhe për çështje sepse burimet njerëzore kanë gjithë dokumentacionin e punonjësve, llogari bankare, kanë gjitha të dhënat sa pagë merr ky punonjës, nëse ka një vlerësim performance me një pagë ekstra apo me një bonus, ja kalon
nëse ka gjitha informacionet për lejet e zakonshme, sepse ti pagon e llogarit me lejet, me raportet, me mungesat, me check-inet, nëse ti ke një sistem check-in, check-out, janë shumë elementë dhe shumë komponentë të cilat nëse dalin jashtë departamentit, nuk mund të them që është vështirë të menaxhohet, por thjesht është çështje konfidencialiteti më tepër, sepse përhapet informacioni edhe në departamentet e tjera. Domethënë, flasim ndoshta për kompanitë të cilët mund të kenë shumë staf finance dhe shumë staf HR-i dhe një informacion mund të kalojë e marrin vesh 10 veta, 20 veta, që nuk është mirë. Kështu që të qenurit brenda departamentit është shumë gjë pozitive. Ndërkohë, një pozicion tjetër është pozicioni i rekrutuesit, personi i cili merret me gjetjen e talenteve. Këta persona janë ata që krijojnë edhe përshkrimet e punës, bashkëveprojnë edhe me menaxherët për të kuptuar se çfarë nevojash ka, çfarë do bëjë ky personi, metodat normalisht të suksesshme të rekrutimit, në zhvillimin e këtyre metodave, gjetjen e kandidatëve për intervistë në formate ose nëpërmjet portaleve, nëpërmjet kontakteve, nëpërmjet rrjetit të njohurve, por personalisht mendoj që një person i fokusuar tek rekrutimi është shumë i rëndësishëm, sepse fokusi do t'i sjellë rezultat. Nëse ti rekrutuesin e ke edhe për mbajtje dokumentacioni apo për procese të tjera, atëherë nuk ka rezultat. Dhe ky person përveç rekrutimit mund të ndihmojë edhe në pjesën e përshkrimjeve të punës, ti përshtasë ato me pozicionet dhe mund të hyjë më në thellësi të roleve dhe pozicioneve për të ditur për të rekrutuar personat e përshtatshëm për pozicionet e punës. Dhe duke pasur një fokus është shumë mirë, sepse jep mundësi që të japi rezultate dhe të jetë gjithë kohës si mund që një person çfarë mund bëj për të pasur më shumë prurje e të tjera. Kemi personi që merret me trajnimet. Mund të jetë në rolin e koordinatorit të trajnimit, mund të jetë në rolin e menaxherit të trajnimit dhe zhvillimit. Është personi i cili punon në departamentin e burimeve njerëzore ose të trajnimit, është i ngarkuar me planifikim, drejtim, mbikëqyrjen e iniciativave të trajnimit brenda një kompanie. Për të garantuar zbatimin me sukses të programeve të trajnimit, ky funksion përfshin bashkëpunim të ngushtë me specialistët e HR-it ose menaxherët e trajnimit. Flasin në rastet kur kemi një strukturë më të zgjeruar dhe kemi dhe një menaxher që menaxhon gjithë pjesën e trajnimit, zhvillimit të punonjësve. Koordinatorët e trajnimit janë thelbësor në organizimin e logjistikës, ngritjen e sesioneve të trajnimit dhe informimin e pjesëmarrësve për informacion përkatës. Mund të ndihmojnë në krijimin e materialeve të trajnimit, mbajtjen e gjunjës së trajnimit, menaxhimin e detyrave administrative të lidhura me këtë program. Për më tepër, ata shërbejnë edhe si një pikë kontakti me personat që do trajnohen duke i orientuar dhe ndihmojnë në ekzekutimin e peshëm të këtyre programeve të trajnimit. Unë kisha një pyetje për të qenë. Nga lindin nevojat e trajnimit? Domethënë, unë jam një koordinator trajnimi në një kompani, është rasti, dhe duhet të krijoj planin e trajnimit që bëhet një herë në vit. Nga do i marr unë nevojat e trajnimit? Kush ka një përgjigje mundet të më shkruaj, që nga një beb që ka një përgjigje. A mund të flas? Them se nevoja e trajnimit të stafit të një kompanie vjen si pasojë e zhvillimit të kësaj kompanie ose e diçka e një risie që vjen në këtë kompani. Pra një shërbimi ekstra e rritjes së numrit të punëtorëve, e rritjes së një shërbimi që ne nuk e kemi pasur më parë dhe e kemi një shërbim të ri, normalisht që kemi nevojë edhe për njerëz të trajnuar drejt këtij shërbimi. Okej. Shumë mirë. Planin e trajnimit, domethënë nga niset një koordinator trajnimi për të bërë një plan trajnimi.
Po mendoj se duke parë që çfarë aftësish mungojnë ose çfarë aftësish duhen më tepër, diçka që mungon në kompani, pra që u mungon punonjësve, po themi, të kësaj kompanie, që e shohin si të nevojshme për të trajnuar. Për shembull, nëse marr mësuesin aty ku un jam e punësuar, kemi risi, kot po them tani, digitalizimin, pra përdorimin e SMIP-it. Dhe ne duhet të trajnohemi për këtë gjën, ë? Okej, po. Duhet të kesh parasysh që plani i trajnimit bëhet në fillim të vitit. Domethënë në janar ti duhet të kesh mbyllur planin e trajnimit për të gjithë vitin. Dhe ndoshta kjo digitalizimi për këtë program që i regjistrave, i regjistrave është një nevojë që lind jo në fillim të vitit, por në mes të vitit dhe ti nuk e ke të planifikuar. Domethënë çfarë ndodh në tilla raste? Por në momentin, po flasim për arsimin, që unë e di. Tani në momentin që ti fillon një vit shkollor, normalisht që ti ke bërë një plan strategjie, pa filluar ky vit shkollor. Dhe ti e di shumë mirë që gjatë këtij viti shkollor ti ke këtë risi. Pra, punonjësit do të trajnohen drejt kësaj risie. Okej. Kështu që është e planifikuar pak a shumë. Po, mendoj unë, se di. Okej. Rastet të tjera do doja të dija, domethënë nga vijnë nevojat për trajnimin. Unë si koordinatore trajnimin, nga duhet i marr këto nevoja për trajnimin e stafit, sepse nëse unë mendoj, bie shumë subjektive. Nuk mund të ecim vetëm me mendimin e një koordinatori trajnimi. A nuk mendoni se duhet të ketë bashkëpunim apo një lloj mos ndoshta nga kërkesat e punonjësve? Urdhro? Kërkesat. Mos ndoshta nga kërkesat e punonjësve? Okej, edhe kërkesat. Po, kërkesat janë si dëshira, ose jo, kur flas për kërkesa e kam fjalën ndoshta edhe diçka e studiuar, pra kompania ka studiuar që humbjet në këtë sektor po vijnë për shkak të këtij problemi dhe duhen trajnuar punonjësit. Okej. Pra diagnostifikimi, si të themi. Jo, mund të jetë, por sill rastin unë si koordinatori i trajnimit pas kërkesave që vijnë nga një punonjës, duhet të kem një lloj miratimi nga dikush tjetër, nga menaxheri ndoshta. Apo jo? Po. Kështu që është shumë e rëndësishme edhe mendimi i menaxherit. Zakonisht funksionon në mënyrën që pas një vlerësimi performance që i bëhet një punonjësi, qoftë për periudhën e provës apo vlerësimi vjetor i performancës që bëhet në fund të vitit, vendosen gjithashtu nga menaxheri i tij, normalisht në komunikim me punonjësin, vendosen nevojat e trajnimit. Dhe një koordinator trajnimi nxjerr nevojat pikërisht nga ky vlerësim performance. Kemi rastin kur vlerësimi performancës bëhet në fund vitit ose në janar në fillim të vitit. Kemi një listë me trajnime që menaxheri sugjeron për punonjësit e vet. Koordinatori i trajnimit merr këto nevoja të trajnimit të stafit dhe sheh më pas kush është e mundur për të bërë, duke parë edhe buxhetin që është miratuar për pjesën e trajnimit. Kështu që një bashkëpunim me menaxherin është shumë i rëndësishëm, përveç pjesës së dëshirës së stafit për të zhvilluar dhe për të ecur përpara. Menaxheri e di se çfarë drejtimi do t'i japi një punonjësi në kompani. Unë mund të kem dëshira nga më të ndryshme, të zhvillohem, sepse kam planet e mia për zhvillimin e karrierës, të zhvillohem në IT, nesër të bëhem një specialist IT-e. Por menaxheri im, që është pjesë jo e departamentit të IT-s, departament tjetër, sheh që ky trajnim që unë kërkoj është jashtë punës që unë jam duke bërë. Dhe është për veten time, është një çështje personale, nuk është një trajnim që ty të zhvillon në ambientin e punës. Kështu që koordinatori i trajnimit, të gjitha nevojat e trajnimeve i merr nga menaxheri i personit
për që në dhe më i saktë, normalisht pas asaj bëhet miratimi nga drejtuesi i departamentit të HR-it për buxhetin, vendosen lidhen kontakte me provider, persona që ofrojnë trajnime, kontrollohet buxheti, nëse jemi brenda buxhetit që ne kemi parashikuar dhe më pas mund të vijohet me pjesën e trajnimit. Kemi përveç koordinatorit të trajnimit, kemi specialistin e pagave ose payroll specialist ose mund të jetë compensation and benefit në emërtime nga më të ndryshme, mund të jetë compensation specialist ose manager në rastin e strukturave të cilat janë edhe më të mëdha. Procesi i pagës së një organizate menaxhohet nga një specialist që quhet payroll ose specialist i pagave. Ka shumë kompani që përdorin në fjalën payroll, prandaj edhe e përmend, se specialisti i pagave mundet në deklarimin e një punonjësi tatime të tij të tregosh specialist i pagave, por në kompani e njohin si payrolli në shqip. Ky pozicion përfshin përpunimin e pagave, siç e folëm, të punonjësve në mënyrë korrekte dhe në kohën e duhur. Ky është personi që administron gjithë pagat. Ta sigurojnë që punëtorët marrin pagat e tyre sipas orarit, në rast se kur kemi sistem check-in apo në rastin e listë prezencës, dhe në përputhje me gjitha rregullat dhe rregullore të statutit. Përputhje me ligjin, legjislacionin, për sa i takon tatimet deduction, pjesën e sigurimeve dhe çfarë mbahen në total, në mënyrë që të garantojë rrjedhjen e qetë të informacionit, personat që janë përgjegjës për pagat mbajnë të dhënat të sakta, janë personi kontaktit me punonjësit, sepse punonjësit momentin që kalon paga kanë ato pikpyetjet e tyre se doli kaq, kanë nevojë për informacion, në raste kur kompanitë nuk kanë një sistem që borderoja të vinë në faktin e përcaktuar, që ti mund të lexosh vetë se çfarë të është mbajtur, sa kohë ke punuar dhe në total, pse të është llogaritur paga në atë formë, atëherë ky personi ditën që kalon paga duhet merret edhe me gjithë punonjësit që kanë pyetje në lidhje me përllogaritë e pagës. Për të ruajtur përputhjen, atë që vlerëson modifikimet e legjislacionit pagave dhe taksave. Domethënë në çdo rast kur ka modifikim të legjislacionit, normalisht aplikohet ky ndryshim legjislacioni edhe te paga, siç janë raste për shembull ku ndryshon paga minimale, që normalisht është një detyrim ligjor që ti ta aplikosh menjëherë edhe tek stafi që është pavarësisht vendimeve të drejtimit, apo ndryshimi që është së fundmi i një tatimi mbi të ardhur që sjell gjithashtu ndryshimet edhe për sa i takon pagave. Përveç specialistit të pagave, nuk e di sa prej jush e njohin Thorough Analytics ose personin që bën analizat. Ju mund ta shihni nga slajdi, por gjithsesi do doja të dija nëse në ndonjërin prej kompanive tuaja është një person që bën analiza për sa i takon burimeve njerëzore. Flasim ndoshta për dikoj që ka një strukturë më të gjerë të burimeve njerëzore. Okej, nuk kemi një feedback nga pjesa e online, nga gocat, çfarë nuk kuptonim një person që merret me analiza. Dhe është pjesë e departamentit të HR-it, që kjo është me bukra. Se duhet jetë tek departamenti i HR-it, dhe çfarë mendoni ju, çfarë analizash bën ky person? Kisha Berisa. Okej, Berisa, ku të dëgjoj? Ndjesa. Atëherë, një person që merret me menaxhimin e këtyre duhet të shohë hyrje dalje të punonjësve, mungesat, në punën time që unë jam me turne, shef orët e natës, sa duhet kaloj paga. Specialist i pagave, apo jo? Po, Okej.
Po, HR Analytics. Çfarë do thotë? Ky analizon të gjitha pa e kaluar, pa dërguar payroll-in, kam përshtypjen. Analizon të gjitha ato që specialisti i pagës ka kryer. Okej. Tjetër, në një mendim tjetër përveç kësaj? Okej. Pagat një herë në muaj janë. Mendova një nga gjërat. Okej. Atëherë, nëse do të thosha që ky person merret edhe me pjesën e lëvizjes së stafit, bën analiza edhe për rotacionin e stafit. Personi i cili është analist në departamentin e burimeve njerëzore bën gjitha analizat e mundshme që i nevojiten këtij departamenti. Analiza për sa i takon paga, kryesisht i bën personi që është specialist i pagave. Pagat janë shumë delikate dhe zakonisht nuk është se u japin personave të tjerë në departament për t'i menaxhuar, por edhe për të bërë raporte. Por personi analist i departamentit të burimeve njerëzore analizon rotacionin e stafit. Kjo është një nga detyrat kryesore. Sa kemi të punësuar, sa janë larguar në baza mujore, sepse këto ndikojnë më vonë për të bërë ato raportet drejtuesit departamentit për arsye të lëvizjes së stafit. Analiza të tjera për performancën gjithashtu. Merr gjitha të dhënat dhe analizon si ka qenë performanca e gjithë secilit, se normalisht vlerësimet hiten në një databazë që ai mund t'i aksesojë. Kemi planifikimin e fuqisë punëtore, kjo është pjesa ndoshta më e rëndësishme që vjen prej detyrave të një analisti të departamentit burimeve njerëzore. Flasim për planifikimin e fuqisë punëtore, jo vetëm për departamentin e burimeve njerëzore, por për gjithë departamentet, për të gjithë kompaninë. Duke analizuar të dhënat e rotacionit të stafit dhe të dhënat e stafit që mund të gjenden normalisht brenda departamentit të burimeve njerëzore. Megjithatë, siç thash, HR Analytics është një pozicion jo shumë i vjetër, domethënë është i ri si njerëzi dhe shumë pak kompani kanë një person i cili është dedikuar për të bërë analiza. Përgjithsisht në kompani janë vetë personeli që është pjesë e kompanisë të burimeve njerëzore që bën analizën sipas proceseve të punës që ata kanë. Rekrutuesi bën analizat e veta për sa i takon persona që ka intervistuar, sa persona ka punësuar nga persona që ka intervistuar, sa është koha që kanë qëndruar këto persona në kompani, burimi nga i ka marrë këta persona. Këta raporte që ty të ndihmojnë nesër pas nesër për në rast se kërkohet nga drejtimi një informacion që stafi që ne kemi në kompani nga po na vjen. Domethënë, nëse ky stafi po gjendet nga rekrutuesi, apo ky stafi po gjendet nga menaxherët, apo ky stafi po vjen nga vetë me referencë nga stafi që kemi aktualisht. Dhe këto janë analiza që i bën secili nga pozicionet, që normalisht nëse do kesh një person të dedikuar te pjesa analitike, ai person mundet të fokusohet te kjo pjesë dhe ti gjeneron raporte pafund për çdo pyetje që mund të kesh në fund të ditës. Specialisti i pagave, siç tham, apo edhe për pjesën e orëve, për prezencën, bën raportet e veta, krahasimoret e pagave ose rritjet e pagave sipas personave të caktuar. Specialisti i trajnimeve edhe ai bën raporte për sa i takon providerave, buxheti i trajnim krahasimore me një vit më përpara, dhe raporte të cilat mundet të ndihmojnë në vazhdimsi, por edhe feedbacku për të parë rezultatin që sjell ky trajnim në kompani dhe në departamentet e caktuara. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me funksionet dhe rolet e burimeve njerëzore në kompani. Pash që Kozeta më duket kishte shkruar diçka. Ta shoh pak, Kozeta kishte shkruar ne jemi OJF dhe HR është një specialiste. Shefi është
dhe financieri dhe asistenti. Është okay, nga që jemi staf i vogël, përfshi dhe country director. Kozeta, nëse mund ma sqarosh, po nuk e po e kuptoj shumë mirë. Nëse më dëgjon, Kozeta? Kozeta? Po, okay, ma sqaron edhe një herë të që ke shkruar ju jeni pjesë e një organizate jo fitimprurse. Dhe hërë është një specialiste. Shefi është... Çfarë është shefi? Dhe financier? Nuk e kuptoj. Më dëgjon, Kozeta? Po, më dëgjon? Po, ma sqaro pak të lutem, se... Dhe që është staf i vogël, u thash, pjesën e HR-it e mbulon financa, përfshirë 4 drejtori i madh, asistentja edhe një specialiste e thjeshtë. Aha, okay. Është shumë i vogël, le të themi, edhe më shumë ka punonjës të jashtëm, le të themi, kurse ato që janë në kohë të plot janë të pakët. Okay, e kuptoj. Për atë pyetjen që a është normale që asistentja që ka ardhur prej një viti, ka vendosur country director që të mbaj dosjet tona, të mbaj lejet vjetore, të mbaj këto gjëra, domethënë, gjëra të tilla. Okay. Por, me sa kuptoj, ju keni Po, me sa po kuptoj, ju keni të ndarë në proceset e burimit njerëzore në disa persona që janë pjesë e kompanisë. Po. Okej, kështu që nuk është se ka një person, le të themi, të dedikuar për burime njerëzore, thjesht janë ndarë disa detyra që secili të merret me një X detyrë të caktuar në mënyrë që të mbulohen këto si procese pune. Por, për të qenë okay, nuk jemi okay, thjesht janë zgjidhje që shumë kompani vendosin, janë zgjedhjet e tua edhe zgjedhjet e tyre, më fal, edhe në varësi të nevojës dhe buxhetit që kanë për të marrë një person dedikuar për këtë pozicion. Që është çështje zgjedhje e tyre. Okej, do kalojmë tek sfidat. Kush janë sfidat? Sipas jush, nuk po ju shfaq në slajdin. Okej, çfarë sfidash keni ose mendoni ju se ka një menaxher i burimeve njerëzore, një drejtues i burimeve njerëzore? Mund të më shkruani edhe tek chati, kështu që mund i lexojmë edhe mendimet tuaja. Ndërkohë flasim me gocat që janë këtu, sfidat. Kush janë sfidat? Klaudia. Klaudia, ti je menaxhere vetë, kështu që i ke shumë qarta sfidat, besoj. E pak shumë janë të njëjta gjëra ndoshta. Okej. Okej. Okej, kështu që është sfida trajnimi i stafi pa trajnuar. Joniada. Që sfida është buxheti që ka kompania. Okej, po tjetër. Okej, nuk është vetëm një sfidë. Burime njerëzore hasen me shumë sfida. Okej, trajnimi. Dorëheqja punojësve mund të largohen. Të shpeshta, po. Tjetër, kemi mendim tjetër? Kozeta ose Manjola? Shof? Mbrojtja. Në çfarë kuptimi mbrojtja? Nuk janë të mbrojtur? Mbrojtja e punojë. Okej. Shëndetje dhe mirëqenia punojësve. Po, edhe kjo është një sfidë. Mbrojtja e punojësve nga kush e ke fjalën? Kozeta?
Është pikë e rëndësishme dhe pjesa e mbrojtjes. Okej, që të ndihen të sigurt në vendin e punës, po flasim Siguria në punë. siguria në punë. Okej. Siguria në punë është gjithashtu është shumë e rëndësishme, por ngarkesa me detyra që nuk i takojnë burimeve njerëzore, po jam shumë dakord me Manjola, me ngarkesa me detyra që nuk i takojnë, por siç e përmenda edhe më përpara me gocat, duhet që specialisti i burimeve njerëzore ta ketë shumë të qartë se çfarë duhet të bëjë në atë pozicion, në mënyrë që mos të ngarkohet me këto detyra, se nëse unë jam një drejtues, normalisht unë ngarkoj një person që do ma bëj atë punë dhe unë jam 100% i sigurt që do ma bëj atë punë. Nuk ngarkoj një person që e di që i ka shumë qarta detyrat e veta dhe kupton që unë po jap një detyrë që është jashtë përgjegjësive të tij. Që është shumë gjë e mirë nëse ti ke informacionin e saktë se çfarë bën një person i burimeve njerëzore. Atëherë, kam nisur disa nga sfidat që ndoshta janë ato pyetjet faktikisht, pyetjet që një person i burimeve njerëzore bën shpesh. Çfarë i bën punonësit të punojnë mirë dhe si mund të motivohen ata? Domethënë me brezin e ri që është aktualisht, nuk është se duaj të bëj një lloj diferent përveç pjesës gjërave shumë mira që kanë në pjesën e digitalizimit dhe informacionin, mënyrën e përfitjes dhe gjithçka tjetër. Kemi shumë vështirësi me pjesën e motivimit, sepse për ta, për shumicën e tyre flasim, nuk e motivon zhvillimi profesional, por kanë motivim pjesën e të ardhurave sa më të larta. Dhe kjo është një nga sfidat kryesore nëse merret një punonjës i gjeneratës Z apo personi i cili sapo ka përfunduar arsimin e lartë. Tjetër, çfarë duan njerëzit punojësit nga puna dhe cila është mënyra më e mirë për t'i shpërblyer? Edhe kjo është pyetje që bëhet shpesh për të kuptuar që një person që vjen në punë kërkon pagën, vetëm të marrë pagën në fund fundit, apo kërkon të zhvillohet, sepse nëse do vetëm pagën, okay, do jetë shumë monotone pjesa e punës dhe kjo kam përshtypjen në hoteleri shumë shpesh sepse të rinjt shkojnë thjesht për të marrë lekën në fund fundit. Nuk është se kanë atë pasionin që të zhvillohen dhe të bëjnë një shef salle apo një menaxher restoranti apo një menaxher hoteli. Dhe kjo është vështirësia për këta persona, ndoshta edhe për t'i bërë të kuptojnë që nëse ti e fillon sot një recepcionist apo një kamarier, mund të kesh të ardhme edhe në hospitality. Patjetër që mund të kesh të ardhme, se nga një recepcionisti mund të bëhesh një menaxher rezervimesh, bëhesh një menaxher hoteli dhe janë pozicione të cilat kërkohen dhe janë në tendencë për të rritur si numër në ditët e sotme, sepse nuk mungojnë personat e trajnuar për këto fusha. Ku mund të gjehet staf i mirë kualifikuar dhe çfarë mund të bëjmë për t'i mbajtur ata? Ku mund gjehet staf i mirë kualifikuar? A ka staf të kualifikuar? Si mendoni? Mendoj se organizat që funksionojnë Okej. Mundësi e mirë janë personat që dalin. Okej. A shihni ju staf të kualifikuar nga personat që vinë nga jashtë? Apo thjesht janë një zgjedhje për të rritur pa konkurrencë me stafin që keni aktualisht në punë edhe për t'i bërë ata për t'i motivuar për të ecur përpara? Është, okej. Domethënë, nuk e di në secilën prej kompanive që ju jeni, keni pas raste të merrni persona nga jashtë, ndoshta nga India apo nga Filipinet? Ke pas raste? Shumë. Nga India kam përshtypjen? Jo? Nga Filipinat. Por janë më të mirë se stafi që ne kemi? Domethënë, kush është diferenca?
Okej. A performojnë në punë, domethënë këtë pyetje kam. A performojnë? Po. Më shumë se shqiptarit? Okej. Ty të ka rezultuar? Nuk e provuar. Gocat e tjera nuk e di nëse kanë pasur staf të marrë nga jashtë. Nuk kam një përgjigje nga gocat e tjera. Punojnë më shumë. Okej, është e habitshme. Faktikisht nuk më ka rezultuar që punojnë më shumë, ndoshta nuk mund të kem pasur aq shumë raste, por që janë shumë kërkues të drejtave të tyre. Shumë kërkues. Mhm. Mhm. Aha. Okej. Mhm. Mhm. Po, sepse ka ndryshuar komplet jetën e saj për një vend tjetër, normalisht, por janë dhe vetë shumë kërkues, sepse i dinë shumë mirë të drejtat dhe detyrimet e tyre, kanë organizata apo sindikata që funksionojnë për mbrojtjen e të drejtave të tyre këtu në Shqipëri, kështu që janë mësuar që të respektohen ato që kërkojnë. Por, për sa i takon punës, janë shumë të fokusuar në respektimin e asaj job description ka për pozicionin. Të kam vëre unë nga disa nacionalitete, ndoshta nga indianët, nga filipinasit, por edhe pjesët e punojësve që punojnë në rajon, kryesisht janë të fokusuar tek JD, përshkrimi i punës. Dhe duan që të qëndrojnë brenda kornizave të përshkrimeve të punës. Ndryshe nga shqiptarët, po bëjmë pak diferencime, nuk është se dua ta bëj, por realisht është kjo diferenca që ke shqiptar, tani ka filluar ndoshta koncepti i përshkrimit të punës apo job description që njihet dhe kërkohet që të zbatohet nga secili, thjesht për të ndarë përgjegjësitë e secilit, por si natyra njerëzore jemi persona të cilët marrin më shumë përgjegjësi dhe kërkojmë që të mësojmë shumë, marrim përgjegjësi të tjera mbi supe. Që këtë nuk e gjen në Kjo është vërtet. se si kërkon të marrësh. Kështu që është zgjidhje, patjetër që është një zgjidhje, se në momentin që shumica e krahut të punës po të largohet në të dhe tjera, normalisht e ke më të thjeshtë të marrësh një person të huaj në pozicione, ndoshta edhe me kulturën për sa i takon Filipinës, me kulturën e hospitality, mënyrën se si trajtohet klienti, me mënyrën se si duhet ta bëj punën, apo në rastin e personave që janë në Indi, të cilët ka persona që janë shumë të mirë tek pjesa e IT-s dhe dinë shumë mirë që në momentin që ti kërkon diçka të ta përfundojnë në mënyrën e duhur. Përveç kësaj, më pas pjesa tjetër, siç e thash, është një zgjidhje edhe kjo, që duhet personi që merret me rekrutimin duhet të gjejë forma nga më të ndryshme për të mbuluar pozicionin, për të mbyllur pozicionin vakant. Ka dhe forma që ti jep mundësinë një kandidati të punojë online, nuk e shef fare të vinë në Shqipëri, por thjesht dërgohen në IT, në kompanitë IT, kam përshtypjen se funksionon shumë kjo, si ide, ti thjesht i kalon një projekt, sepse në projekte funksionon,
të mbyll projektin dhe ti nuk e njeh, nuk ka ardhur një moment, domethënë shmang gjithë kostot e akomodimi, ushqimi, pjesën e biletave dhe pjesën e legjislacionit o procedurave, më fal, që ky person të vi në Shqipëri, mund t'ja kalosh si një lloj bonusi benefiti atij vetë dhe mbyll projektin që ti ke në xhep. Dhe kjo është një lloj forme. Duke avancuar teknologjia, normalisht personi i rekrutimit do të mendojë gjatë gjithë kohës mundësi të tjera se si mundet të marrë profesionistët në kompani. Tjetër pyetje, si mund të gjej balancën midis trajtimit të drejtë të punëtorëve duke siguruar që interesat e organizatës të mos komprometohen? Kjo është një së fundmi balanca që e përmendin dhe e kërkojnë të gjithë, është bërë, domethënë është një nga gjërat më në modë ndoshta. Ka shumë kompani që përpiqen në të gjitha format të japin komoditetin stafit për të krijuar balancën me punën dhe jetën e tyre. Punë remote, që është rëndom e përhapur në disa kompani, ndoshta ato ditët pushim në rast ditëlindje, është në ditë pushim, okay, nuk po diskutojmë këto që janë në kod pune, por gjërat e tjera në mënyrë që ky personi të krijojë balancën. Pa është e mundur kjo të krijohet? Është sfidë, sepse është edhe natyra se si jemi mësuar edhe ne vetë. Më kujtohet nga filmi Emily in Paris, nuk e di nëse e keni parë, një person e mësuar me jetën e Amerikës, që punon gjatë gjithë kohës edhe jashtë orarit punës, dhe kur shkon në Francë, në fundjavë nuk lejohej, kishte të ndaluar në mënyrë kategorike që të kontaktonte shefat apo kolegët e vet, por edhe të postonte për punën. Dhe ishte vështirësi shumë e madhe për të që ajo vetë ta zbatonte, si që pavarësisht se ti e di, thjesht nëse je mësuar në një lloj forme, është shumë vështirë që të ta zbatosh. Ndërkohë ne jemi ndoshta, nuk mund të them si Amerika të duhet jemi gjithë kohës on call kur na marrin të përgjigjemi, duke menduar që japim më të mirën, por faktikisht kjo ka edhe pjesën e vet negative, sepse në këtë lloj forme ti nuk shkëputesh në asnjë moment nga puna. Gjatë gjithë kohës, duke menduar për punën dhe nuk jep mundësi që ti të rikuperohesh thjesht me energji të reja ditën e nesërme që do shkosh sërish në punë. Nuk e di nëse ndodh në rastin tuaj, ndodh. Është diçka që e keni pranuar dhe nuk e bën problem, apo? Okej. Është bërë e bezdisur? Është bërë e bezdisur. Okej. Për ty, si funksionon? Okej. Po. Okej. Po. Si janë ndjerë familjarët e tu? Është një pyetje. E ke bërë me qef, me dëshirë? Okej, kështu që ke pasur një synim, por që nuk është e vazhdueshme. Nuk është. Po në rastin e Klaudis kam përshtypjen që është e vazhdueshme.
Për familjarët është problem, Për ty? Mhm. Okej. Okej, për gocat e tjera do doja mendimin tuaj, sidomos se dikush ishte me fëmijë, Manjola më duket, do doja mendimin tënd Manjola, nëse më dëgjon, ose dikush tjetër? Po, kisha unë mendim. Po, më thuaj, Verisa. Atëherë unë e kam bërë re diferencën pasi kam punuar në Suedi për 3 vjet dhe pak a shumë si ai filmi, ty zbatonin të gjithë çfarë shkruaj në job description dhe nëse unë mbyllja orarin në orën 4, në 4:01 minutë askush nuk duhet të telefononte kolegun për asnjë lloj arsye apo shefja apo askush. Në Shqipëri para se të ikja kam punuar në një kompani për 3 muaj, ndërkohë që po prisja letrat andej, dhe unë zbatoja vetëm çfarë kisha të përshkruar detyrat e mia në kontratë. Kalim debati sepse e prori ndonte që të zbatoja më tepër se kontrata. Dhe unë se pranova këtë gjë, kjo ishte edhe arsyeja që unë u shkëputa, pavarësisht se ika jashtë pastaj. Përfundimi është që në Shqipëri është shumë e vështirë kjo pjesa, por duhet ta dim kur mund të themi jo, dhe të pranojmë të drejtat tona. Më shohim asaj për drejtat tona, sepse në fund ditës secili ka interesin e vet, kompania ka interesin e vet për të na punësuar ne, dhe interesi është interes reciprok. Mendoj. Nuk kemi të marrim për gjëra që në fund ditës janë në dëmin tonë. Okej, shumë mirë. Por për personat që janë në poste menaxheriale, kjo merret for granted që ti duhet. Po, merret for granted dhe në një farë mënyrë mund të duket sikur ti po refuzon e prorin. Po. Por nuk është asgjë personale me prorin, është thjesht ti kërkon të drejtën tënde dhe zbaton detyrat e tua. Se në fund ditës është e prori, është dikush që e ka vendosur ato detyra. Dhe ai po del jashtë kornizave për veten e vet në ato që ka thënë. Okej. Duhet të vendosim kufi apo? Patjetër që po. Okej. Po nëse unë jam një vajzë beqare edhe e kam fokusin te puna, dhe momentalisht nuk e kuptoj këtë gjë. Dua, okej, të jemi angazhuar, ndihem e rëndësishme në atë lloj forme. Po pikërisht për këtë janë dhe trajnimet, zhvillimet, kemi shumë informacione për karrierën, për të gjithë jemi ambicioz për të arritur diçka më tepër. Duke kërkuar të drejtat tona brenda kornizave tona. Shumë mirë. Kjo është idealja, por vjen pak edhe me eksperiencë. Me kalimin e viteve ti bën të qartë vetuesve, unë jam këtu në dispozicionin tuaj për 8 orë, 9 orë, por më vonë jashtë orarit punës dhe unë kam, si thot Manjola, unë kam 2 fëmijë, shumë vështirë puna me orare zjarre, në ditët e pushimit, kemi shumë role në jetë, jo vetëm punonjës. Se realisht kemi shumë role në jetë. Flasim për personat të cilët ndoshta nuk kanë vetëm punën, por kanë edhe shumë detyrime të tjera ndaj familjes. Dhe në momentin që puna ndërhyn më pas në jetën familjare dhe bëhet e bezdisshme, atëherë ti nuk merr atë kënaqësinë që duhet marrësh nga puna dhe nga familja. Domethënë është një lloj miksi i të dyjave që ty nuk të lë që ti jesh në fund ditës i kënaqur dhe i shplotur. Megjithatë, ka shumë pozicione të cilat duhet të jenë gjithë kohës on call me telefonin, pozicione ndoshta kur flasim ndoshta për një startup që ti je menaxher i projektit, ke shumë persona që merren me projektin apo me punën dhe ende nuk kanë marrë trajnimin e nevojshëm, duhet të monitorosh, duhet të kontrollosh. Dhe një person i përgjegjshëm do e ka shumë vështirë pastaj ta fikë telefonin edhe mos të përgjigjet.
Por, si thash, duhet një lloj balance dhe duhet të vendosë gjithsecili kufin në mënyrë që mos preken interesat personale të gjithsecilit. Tjetër kë kemi këtu. Ta hapim slajdin. Ok, si mund të reduktoj ose të eliminoj shkaqet e konflikteve? Do më thënë, mendon një person i HR-it për sa i takon konflikteve që kanë stafin. Mund të kenë konflikte me menaxherin, mund të kenë konflikte me njëri tjetrin, kolegë kanë konflikte. Normalisht i mendon që kush është konflikti? Pse dy persona që punojnë në një kompani, departamente të ndryshme, kanë konflikte me njëri tjetrin. Dhe çfarë duhet bëjë HR-i në tilla raste, sepse janë shumë raste që ti sheh në kompani, në të cilat kërkon të ndërhysh dhe nuk ndërhyen. Ka raste të tjera më pas që ti nuk e mendon gjatë dhe ndërhyen. Domethënë, në rastet kur kemi një kompani që ka menaxher dhe ka dhe një person drejtues të HR-it, çfarë duhet bëj kur ka konflikte në departamente? Si mendoni ju? Ok. Por, a duhet të ndërhyj një drejtues i departamentit në një departament, kur ky departament ka një menaxher dhe menaxheri nuk është duke bërë diçka me problemin? Të përthash ajo kohë e pritjes. Unë si HR sa duhet të pres që ky drejtues departamentit të zgjidhë konfliktin. Ne shikojmë vetë aty. Sap, direkt. Direkt në luftë. Po, është e mira normalisht që ti në momentin që hyn në kompani ti kuptosh kush janë problemet, kush është në konflikt me kë dhe të përpiqesh ndoshta edhe në forma të tjera të tërthorta për të bërë zgjidhjen e problemeve. Se mund të kemi për shembull rastin e dy punonjësve të cilët njëri është specialist, një tjetër është promovuar në një nivel senior specialist dhe duhet të ketë ndoshta në varësi ose duhet të orientojë personin që është në pozicionin specialist. Këta dy persona nuk do kenë të njëjtën marrëdhënie si më përpara. Kjo është pak po e sigurt dhe një drejtues departamenti në mënyrë që të dy persona mos të konfliktohen, sepse ti e di, ke vendosur, ke bërë një lloj ndryshimi që do sjellë një lloj debati, një lloj konflikt midis të dyve. Mund të jetë një person që e shpreh konfliktin, por mund të jetë edhe dikush që nuk e shpreh konfliktin, por shpreh forma të tjera. Nuk zbaton detyrat apo elemente të tjera. Që në momentin që bëhet një lloj ndryshimi i tillë, ti duhet të bësh parapërgatitjet për terrenin në mënyrë që këta dy persona të mos konfliktohen, qoftë në ndarjen e përgjegjësive, qoftë në ndarjen e detyrave, personin që është në nivel specialisti për ta motivuar, për të mësuar nga personin që është promovuar. Kështu që nëse një departament ka një drejtues departamenti të burimeve njerëzore, ky drejtues duhet të bëjë këto planet parapërgatitore, duhet të pendojë shumë mirë para se të bëjë një lloj promovimi, një dhënien e një bonusi dikujt dhe dikujt tjetër jo. Kështu që është shumë e rëndësishme që ti je vigjilent për këto lloj situata dhe të njohë pak a shumë dhe karakterit e personave në mënyrë që të krijojë atë harmoninë në grup dhe mos të krijojë këto lloj probleme dhe konflikte.
sepse nëse një konflikt agravon edhe percepton dhe më tej, e ka piknisën nga një vendim i dikujt, nga një vendim, nuk po flasim vendim i gabuar, mund të jetë dhe vendim shumë i mirë për kompaninë, por një vendim që ka cënuar dikë. Kështu që është shumë e rëndësishme dhe duhet shumë takt dhe të njohësh karakteret e njerëzve për mos pasur këto lloj problematika, edhe që gjithsecili të jetë i kënaqur në vendin e punës, që është shumë e vështirë normalisht, por që mund të arrihet duke krijuar atë balancën triqe mos e kput, duke i dhënë diçka, duke i marrë diçka tjetër, ashtu siç në çdo marrëdhënie. Tani këto ishin pyetjet që bën HR-i. Por, kush janë realisht sfidat? Ose unë kam përmendur disa nga sfidat, 3 nga sfidat, jo shumë, sepse pyetja janë të shumta, por ajo që ndoshta unë shoh momentalisht është gjetja e talenteve në kohët e sotme, pasi e gjen mbajtja e talenteve, që i përfshin të gjitha ato pyetje që ne bëm, dhe balanca midis punës dhe jetës private. Unë personalisht shoh këto sfida. Të gjitha pyetjet përmblidhen në këto 3 sfida: rekrutimi, retaining edhe balancë, për të krijuar një lloj kënaqësie në punë. Tani, kam vendosur një shifër këtu, nuk e di nëse ju thot gjë. 7.200 punonjës? Jo. Shumë janë. Jo, po them për rritjen e punonjësve në kompani, për zhvillimin, trajnimin e kisha me këtë. Okej, kam një mendim tjetër? Okej, ka të bëjë me trajnimin e sotëm. Nuk ju thot gjë. Jo, nëse bëni një përllogaritje të shkurtër. Okej. Mirë. Njohuri. Okej. Nuk e kam nënshkruar në shumë drejtë njohuri në total, por janë 7.200 sekonda që kaluam bashkë në trajnim. Kështu që për të tërhequr pak vëmendjen tuaj ishte. Pyetje. Kemi pyetje? Kemi dhe 10 minuta të fundit që mundet të bëni pyetjet tuaja, edhe sugjerimet tuaja për trajnimet në vazhdim, çfarë do donit përveç pjesës së programit që e theksuam dhe në fillim, nëse keni diçka tjetër që doni që të trajtoni, në mënyrë që ta bëjmë pak më, ndoshta më të personalizuar edhe me personat që janë pjesë e trajnimit. Kështu që secila mund më thojë nëse ka pyetje, por nëse ka diçka që do donte që ta trajtonim më në detaje në trajnimet e ardhshme. Unë jam blok përpara, kështu që do mbaj shënime që mund të filloj kushdo nga ju e para. Jonjada. Po. Atëherë, unë kam menduar për taskun e radhës për secilën, nëse keni mundësi të më dërgoni CV-t tuaja. Domethënë, trajnimi i radhës ka të bëjë me rekrutimin dhe përzgjedhjen. Mund të sjellni CV-n tuaj ose një CV template nëse nuk doni të bëni share CV-n tuaj, dhe do doja që të kalonin CV-n e secilës për të bërë atë vlerësimin për mënyrën se si është ndërtuar si CV. Sepse rekrutimi ka të bëjë pak edhe me pjesën e CV-të. Domethënë, unë që marr shumë vite me pjesën e rekrutimit, në momentin që e hap një CV e kuptoj, ok, të e dua, sepse që në momentin e parë që unë i bëra klik CV-s, është shumë organizuar, ka këto element dhe ky person di të bëj një punim.
për veten e vet, të prezantoj veten. Kam parë, ndoshta dhe mundet t'ju tregoj disa formate nga pjesa e kandidatëve të digital marketing ose të IT-s, që nuk kanë ato CV-n standarde që ti dërgon në një aplikim pune, por ka një punim që ty të tërheq vëmendjen që në momentin që hap. Normalisht e kupton ky person të kërkojë interes për të bërë pjesë e kompanisë. Portofol, po, portofol. Kështu që detyra që unë do doja për trajnimin e ardhshëm është secili të sjellë një CV. CV-n e vet, aq më mirë se do ta rishikojmë. Ose edhe një template CV që mendon se është idealja për të dërguar në për aplikime pune. Tjetër, Jonjata përveç kësaj dhe zauruam detyrën diçka tjetër që ti do doje të dije. Okej. Pjesën praktike. Okej. Klaudia? Okej, për trajnimet në vazhdimsi? Okej, do doje ndonjë të fokusoheshim diku ose një çështje, një proces pune, më fal që të intereson më shumë? Okej, nuk është se thjesht do të marrësh një overview të gjithë pjesës së burime njerëzore. Kozeta, Berisa, gocat e tjera, nëse kanë ndonjë sugjerim ose urdhra? Kodin e punës. Po, do e prekim kodin e punës. Tek marrëdhënia e punës patjetër. Kodin e punës specifikisht çfarë do nga kodi i punës, lidhja e marrëdhënies së punës dhe rastet e zgjidhjes apo ligji në të rësi. Po, patjetër. Kodin e punës e kemi te marrëdhënia e punës. Okej. A mundet ky trajnim më japi mundësi të reja profesionale? Manjola. Patjetër që trajnimi mund të japi mundësi të reja profesionale. Nëse ti do të fokusohesh tek burimet njerëzore, duhet e para të kesh një lloj njohurie se kjo është në vijë të përgjithshme se çfarë bën burimet njerëzore në një kompani dhe ka elemente kryesore. Por më tej të duhen trajnime më specifike në varësi dhe të industrisë në të cilën ti do punosh, sepse burimet njerëzore janë shumë gjëra, kanë shumë elemente dhe kanë shumë procese pune të përfshira. Por normalisht të jep një lloj mundësie të njohësh më nga afër mënyrën se si funksionon. Tjetër pyetje? Po, edhe unë do doja shumë interaktivitet, me thënë drejtën, e kuptoj shumë mirë pjesën që on-job training ose gjërat të cilat janë më të prekshme kanë më shumë rezultat. Por shpresojmë edhe në bashkëpunimin e gjithë secilit prej jush që të jenë më aktiv me pyetje edhe me pyetje, me kërkesa në mënyrë që ti trajtojmë këtu apo edhe të gjejmë një lloj zgjidhje të përbashkët. Okej, gocat që ishin online, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e trajnimit. Do takohemi sërish javën e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mbarë. Ditë mbarë. Faleminderit. Ditë mbarë. Faleminderit.